Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. I kemi hyrë në ditët e Ramazanit. Siç e dim të gjithë, djalli është kyçur edhe portat e parajsës janë hapur. Dhe po të vini re me kujdes, nëse dikush sillet në një mënyrë jo shumë të mirë, në një mënyrë që nuk ka se si të ndikohet nga djalli në këtë periudhë Ramazani, atëherë si ta dalloni se si mund të jetë personi realisht. Nëse ai sillet i tillë, do me thënë, sigurisht ka dhe raste që ndodh për shkak të urisë etj, që njerëzit nuk mund të mos sillen mirë në kohë Ramazani, por ka nga ata që e kupton shumë qartë nëpërmjet sjelljes tyre që nuk kanë as empati, as gjë për askënd. Dhe nuk është se janë të ndikuar nga djalli, sepse djalli është kyçur, por mënyra e tyre të sjelljes është mënyra e tyre reale, sepse në Ramazan shfaqet realiteti i njeriut. Nëse në ditë të zakonshme që nuk është Ramazani, shpesh herë nuk mund të dallojmë njerëzit për shkak se ndikohen nga përshpërimat e djallit, në kohë Ramazani, në pjesën më të madhe të rasteve njeriu mund të dallohet se si është në të vërtetë. Shpesh herë edhe ajo gjendja jonë shpirtërore ndryshon në kohë Ramazani. Dhe shpesh herë kupton që ti je realisht kështu apo ke qenë vërtet e ndikuar nga diçka. Dhe në momentin që në Ramazan fillojmë bëhemi më të devotshëm, për shembull, nuk na ndikohen pjesa e namazit, etj, ka njerëz që ndikohen për shembull në lidhje me këtë dhe nuk janë aq të devotshëm dhe po të shohim, themi shpesh që shiko se ky është i devotshëm vetëm për Ramazan. Shpesh herë ndodh që të jetë kjo, por ke njerëz për shembull që janë sillen më ashpër gjatë muajit që nuk është Ramazan, për shembull. Dhe në momentin që vinë ditët e Ramazanit, e sheh atë njeriu të qetë, e sheh me sjellje më të mirë, etj. Dhe nuk mund të jetë shtirje, një, dhe dy, është pikërisht ajo qetësia që këto ditë i japin personit. Pastaj ke njerëz që e nisin Ramazanin shumë të ngarkuar. Dhe është hera e parë edhe për mua që unë e ndjej këtë Ramazan shumë të ngarkuar shpirtërisht, në kuptimin që jo nga ana e devotshmërisë, por më shumë, nuk e di, më jep një ndjesi që për shembull vjet ka qenë shumë ndryshe për mua Ramazani, pavarësisht për shembull nëse mund të kem patur vështirësi, nuk e kam ndier këtë gjë, ndërsa kësaj radhe e ndjej jo se është Ramazani vështirë për mua, por ndjej diçka që nuk e përshkruaj dot dhe shpesh herë kemi një ngarkesë të madhe emocionale që mund ta mbledhim gjatë gjithë vitit. Kemi një lodhje të vazhdueshme edhe pikërisht sikur në kohë Ramazani e ndihet kjo pjesë raskapitse tek njeriu, që shpesh herë nuk e kupton çfarë është, domethënë, por që sigurisht në kohë Ramazani është mundësia më e mirë që ne, jo vetëm unë e të tjerë, kushdo që të afrohet edhe më shumë me Allahun. Nëse përpara Ramazanit ti ke qenë jo aq shumë i devotshëm, kjo është mundësia jote për të rinisur, për të mësuar, për të filluar të falesh për herë të parë, për të filluar për të lexuar Kur'anin për herë të parë, domethënë çdo gjë. Sigurisht Allahu na jep teste të ndryshme dhe ndjesia që t'jep periudha e Ramazanit është ndryshe për çdo person. Unë personalisht në fillim kur u ktheva në muslimane, jam përballur me shumë teste dhe një ndër këto ishte edhe vështirësia ime për të patur atë devotshmërinë në fillim. Më tepër çështje rutinën. Unë nuk jam njeri që i përshtatem shumë rutinës, e kam shumë të vështirë për të krijuar një rutinë.
për gjëra që nuk jam mësuar sigurisht. Dhe si një rivert, unë këtë gjë kam patur vështirë në fillim dhe mu desh shumë kohë dhe shpesh herë njeriu nuk është gjithmonë i qetë shpirtërisht. Të gjithë ndikohemi nga diçka, të gjithë ndikohemi nga përditshmëria, nga lodhja, nga ajo pamundësia dhe sidomos për nënat. Kur je nën dhe sidomos Ramazani është shumë herë më i lodhshëm. Dhe ndoshta dhe unë tani ndihem në këto momente kështu sepse periudhat kur je me shumë fëmijë, periudhat janë të ndryshme. Për shembull vjet, fëmia i tretë ishte pak më i vogël, ndërsa si vjet ke më shumë vështirësi sepse përballesh me shumë gjëra vetëm për shembull, plus unë isha në Shqipëri dhe kësaj radhe jam në Arabi. Kështu që ka shumë gjëra që i përballon njeriu vetëm, sigurisht me fuqinë që t'jep Allahu dhe namazin që përpiqesh ta mbash sa më shumë në mënyrë që mos të humbasësh veten. Kjo pra është ajo periudha e ndjesive të njeriut. Në fillim fare nuk e kuptoja, thjesht kuptoja atë pjesën e bazës, atë pjesën e besimit që ekziston një Zot, dhe më pas, dal nga dal, fillova të afrohem edhe më shumë. Po çdo Ramazan për mua ka qenë ndryshëm. Më i miri, Ramazani është gjithmonë më i mirë, por ajo ndjesia që mund të kenë disa që ndihen të lumtur, ndihen mirë me Ramazanin, ndihen të qetë. Pastaj është ajo ndjesia tjetër që ke një diçka që nuk kupton se çfarë është dhe shpeshherë pyet veten mos ka të bëjë me devotshmërinë, mos ka të bëjë që por jo, sidomos kur je nën, edhe kjo video i shkon të gjithë nënave në kohë Ramazani që nuk kanë janë shumë të lodhura, domethënë sepse bëjnë shumë gjëra njëkohësisht, janë shpeshherë kultura i ka shtyr femrat që të mendojnë që ato duhet gatuajnë, duhet shtrojnë sofra e të tjerë për Ramazanin. Por jo, askush nuk ka të drejtë nuk është obligimi juaj për të bërë me patjetër iftare, për të shtruar sofrat e të tjerë. Edhe profeti Muhammed në kohën e tij ka qenë ushqim i thjesht, duhet hash diçka që sepse nuk mundesh do të hash edhe më shumë, sepse ngopesh shpejt nga që stomaku ka qenë për një kohë të gjatë bosh. Kështu që duhet hash diçka të më shumë si copza ushqimi, që të mos krijojë probleme fryrje në moment dhe dy mos ta rëndosh veten. Njeriu duhet hajë në mënyrë të thjeshtë, duhet hajë gjëra të pakta, jo të shtrojë sofra. Dhe nuk e di pse i është bërë gruas si detyrim që duhet bëj dreka, domethënë duhet bëj iftare, duhet bëj suhur e tjerë, mëngjesi. Jo, secili ka të drejtë të hajë diçka, por nuk duhet të harrojmë që gruaja nuk duhet shtyr për të bërë këto gjëra. Sigurisht nëse i bën nga dëshira, por ndodh që këto gjëra ta largojnë gruan nga namazi, ta largojnë nga leximi i Kuranit, ta largojnë nga afrimi me Allahun, sidomos në Ramazan, të mos jetë aq e përkushtuar sa duhet dhe kjo nuk është mirë. Nuk është mirë sepse ky është qëllimi. Qëllimi në Ramazan është që më shumë të jemi të adhurojmë edhe më shumë Allahun, të bëjmë sa më shumë namaz, taravit, e të gjitha me radhë, dhe jo trim gjithë ditën. Për shembull, ka shumë gra që qëndrojnë gjithë ditën, sepse është bërë si detyrë të qëndrojnë në kuzhinë, ndërsa pjesa tjetër e familjes flen gjumë, edhe pse është e rekomandueshme në Islam, nuk lejohet me që Ramazani të kalohet pjesa më e madhe e ditës në gjumë. Njeriu lodhet e tjerë, por që nuk duhet 1 orë maksimumi ose 2 orë që mund flesh, por jo ta kalosh ditën derisa të vi pjesa e iftarit, pastaj dhe të zgjohesh. Kjo nuk është mirë. Dhe sigurisht këto gjëra ndikojnë dhe nëse njeriu nuk bashkëpunon në familje për të bërë gjërat bashkë, atëherë është e kot, sepse siç agjiron burri, bashorti agjiron edhe gruaja, dhe nuk duhet t'i vendoset sepse në fund të fundit kjo është muaj
më i mirë, le të themi nga të gjithë, sepse është muaji kur ka ardhur Kurani dhe është pjesa e obligimit që duhet bëjë si gruaja dhe burri. Por shpeshherë i jepet kjo pjesa e rëndësishme, kjo pjesa e ushqimit, a thua se është një moment thjesht 5 minutësh që edhe vetëm duke pirë ujë fillon e ngopesh dhe nuk ke nevojë të shtrosh sofra apo të rish. Janë disa, për shembull, nga ndodhur ta shoh këtu, që sa fillon iftari rrin gjithë natën derisa vjen sehuri duke ngrënë, edhe thon pastaj pse u shëndoshëm duke mbajtur Ramazan, agjërimin. Prandaj kjo gjë nuk duhet t'i vështirësohet më shumë antarëve të një familje, domethënë. Duhet bashkëpunojnë të gjithë dhe duhet shtyjnë njëri tjetrin më shumë tek pjesa e veprave të mira gjatë Ramazanit, e ritualeve të tjera. Prandaj në Arabi Saudite, këtu sauditët lokalët i vlerësojnë shumë gratë të tyre. I vlerësojnë aq shumë sa i marrin ndihmes. Për shembull, bashkëshortet mund të mos punojnë, por ato kanë ndihmë në shtëpi, kanë një dadu për fëmijët, kanë dikë që i ndihmon për punët e shtëpisë dhe ka dikë që i ndihmon për të gatuar. Dhe sidomos tek pjesa e muajit Ramazanit, ato arrin t'i ndihmojnë gratë e tyre edhe më shumë. Dhe më kujtohet këto ditë një shoqe ime që më thotë një aplikacion që këtu përdorin aplikacione për të punësuar kryesisht nga zonat e Filipineve, Indonezisë, për të punësuar ndihmë dhe po më thoshte një shoqe e saj po kërkonte sepse donte që të merrte dikë për të jetuar domethënë në shtëpi, një ndihmëse, sepse vetëm për muajin e Ramazanit kryesisht, edhe kjo më bëri vërtet përshtypje dhe është një gjë shumë e mirë. Dhe sepse në një moment që ti ke nevojë që një të qetësohesh, dy të afrohesh edhe më shumë me Allahun, ka shumë gjëra që të shpërshëndrojmë. Ne themi muzika shpërshëndron, nuk lejohet. Gjërat e tjera që nuk lejohen në Islam për të bërë për shembull që të shpërshëndrojnë nga Islami. Por imagjino tani të rish janë, domethënë bashkëshortja jote të gatuar nga mëngjesi në darkë, ndërkohë që ajo vetë është duke agjëruar. Dhe shpesh disa e bëjnë me kënaqësi patjetër, por që janë disa që i bëhet si detyrim, ndërkohë që tipja e saj shpërqendrohet shpesh për shembull dhe harron ta zëm një namaz, harron 2 namaze, harron të lexojë Kuranin ose është shumë e lodhur për të bërë lutjet e natës. Kështu që duhet keni parasysh që jo 5 minuta është ngopja e stomakut dhe kaq, dhe nuk duhet të kaluar. Por edhe gruaja është qenie njerëzore dhe ka detyrimet e saj fetare dhe prandaj nuk duhet të shtyrë. Në Arabi Saudite në kohë Ramazanit duhet t'ja jap dhe si informacion këtë. Krijohet një fleksibilitet shumë i mirë në lidhje me punërat, për shembull edhe shkollat. Për shembull shkollat nga 7 e mëngjesit që fillonin në kohë Ramazanit fillojnë ora 9 të mëngjesit, mbarojnë ora 1 dhe po ashtu edhe në përpunëra. Disa punojnë remote nga shtëpia, disa punojnë me orare të shkurtra, për shembull vetëm 4 orë në ditë. Oraret e të gjithë dyqaneve, qendrave tregtare, kurseve etj. Çdo gjë ndryshon, edhe quhen si oraret e Ramazanit, sepse po të shohësh gjithë natën e sheh zgjuar, të zëm pak të Riyadhin ku unë jetoj, dhe kryesisht bizneset, punërat fillojnë nga nata, po më saktë punojnë natën dhe pushojnë ditën. Ky është ndryshimi i orareve që bëjnë. Për shembull, unë në fillim me habitesha sepse thosha, domethënë njerëzit rrinin zgjuar deri në 3 të mëngjesit, 2 të mëngjesit, edhe i nisnin punën nga ora 9 e darkës, domethënë pas iftarit. Edhe çdo gjë, domethënë nata bëhet ditë, edhe dita është më e qetë. Pastaj nuk ke njerëj, përveç se po të shohësh që më shumë mund të kesh të huaj që sheh në rrugë që dalin, por që në kohë Ramazani gjatë ditës çdo gjë është e mbyllur dhe çdo gjë hapet në darkë deri në
në 3-4 të mëngjesit dhe sërish ndodh e njëjta gjë, kështu që ka fleksibilitet dhe mirëkuptim që i jepet kësaj gjë. Prandaj pse lidhun këtë me femrën. Prandaj edhe femrës në shtëpi duhet i jepet e njëjta gjë. Është shumë e vështirë të qëndrosh të gatuash dhe pas të mblidhen shumë enë kur nuk e ke mundësitë, nuk e kushte për shembull. Dhe kjo video prandaj është një ndërgjegjësim për ata bashkëshortë që nuk e kuptojnë, domethënë lodhjen që mund të ketë një femër në shtëpi. Dhe prandaj lidha që më bën përshtypje shumë me sauditët, sepse janë shumë bujar ndaj bashkëshortëve të tyre, janë shumë të mirëkuptueshëm. Sigurisht nuk po i përgjithsoj, por me çka kam parë më së shumti, janë të tillë, krahasim me kultura të tjera arabe, sauditët janë të tillë dhe e vlerësojnë gruan dhe mundin e saj dhe përpiqen që ajo mos të lodhet, domethënë. Kështu që i sheh për shembull që në shkolla, sheh për shembull ndihmëset apo dadët që marrin fëmijët nga shkolla me shoferët e tyre personal. Dhe nëse unë nuk e përmend për të treguar luks apo për të treguar që shiko sa mirë është tu, përkundrazi kjo gjë ka edhe të mirat edhe të këqijat e saj. Unë nuk jam 100% dakord me këtë gjë, se unë jam e idesë që nëna duhet ti përkushtohet fëmijëve në më të shumtën e rasteve se sa ti lër në dorë të tjerëve, por sigurisht edhe ajo ka të drejtë të pushojë kur vjen një moment që duhet të ketë pushimet e saj dhe të mos lodhet, ashtu sepse gruaja, shumica thonë që nuk bën asnjë gjë, për shembull, rrin vetëm në shtëpi, po gruaja ka shumë profesione në të njëjtën kohë, edukatore, mësuese, pastruese shtëpisë, shefe kuzhine, larse etj, babysitter, neni si quhet dado etj. Kështu që dhe nuk mund të bëhet krahasim me askënd. Janë disa lloj kultura që thonë burri kështu, burri ashtu, burri ka përgjegjësi ndaj gruas edhe kaq, kështu që por edhe gruaja duhet respektuar në fund të fundit, sidomos edhe në këtë pjesë. Prandaj bëj krahasimin me sauditët se si i trajtojnë gratë e tyre, jo vetëm për Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Dhe jo vetëm një grua, po të 4 gratë, se di që do ketë komente ato jo po marrin 4 gra, jo po 3 gra, jo po 2 gra, por që janë si popull shumë të respektueshëm dhe bëjnë shumë për njerëzit. Si nga çdo gjë, nëse për çdo gjë domethënë, nëse shohin dikë që është në vështirësi, bëjnë çmos për ta ndihmuar dhe më përpara nuk e kisha iden shumë, nuk është se isha thelluar që të shifja kulturën, por që tani dalloj shumë kulturat të ndryshme arabe, sepse arabët janë të ndryshme, domethënë me kultura të ndryshme nga vende të ndryshme. Për shembull Maroko, Algjeria, Siria, Lebanon, Libani, Palestina, Egjipti, etj. Kanë kulturat e tyre të ndryshme. Por nga ajo çka unë vëre tek pjesa e martesave apo respektit që kanë për bashkëshortet, për mendimin tim sauditët vinë të parët, edhe pse nuk është se sigurisht nuk mund t'i përfshi, nuk po flas në përgjithësi, por që thjesht doja ta cekja këtë pjesë më shumë për të bërë krahasim, sidomos tani që jemi muaj Ramazani dhe gruaja ka detyrime ndaj fesë dhe duhet t'i bëjë ato dhe jo të rritë të merret me gjëra që sigurisht në fund të ditës do jenë më shumë dëm për të sesa diçka e mirë për do harroj obligime dhe do harroj dhe gjëra të tjera që do e mundojnë më pas. Këtë Ramazan dua që t'ju uroj të gjithëve një agjërim sa më të mbar, sa më të lehtë. Allah ju apranoft lutjet
namazin, çdo dëshirë që ju keni t'ju aplotësoj dhe inshallah të keni gjëra edhe më të mira dhe mbi të gjitha shëndeti është shumë i rëndësishëm dhe ju uroj më të mirat me tema të tjera në video të tjera.